jemi thellësisht të shqetësuar me demonstrimin e pajustifikueshëm ushtarak të Serbisë me helikopter dhe parashutist në zonat banuara me shqiptarë në komunën e Bujanovcit fare pranë kufirit me Republikën e Kosovës. Një shfaqje e tillë e forcës ushtarake mbi shtëpi, shkolla, qendrat mjekësisë përbën jo vetëm trysni, nxitje tensioni dhe përpjekje për t'i friksuar banorët atje, e cila ka vite që po përballet me spastrim etnik administrativ nga regjimi autokrat të Serbi, por tregon edhe një provokim të hapur ndaj shtetit tonë të pavarur Republikës Kosovës. Këto provokime në afërsitë brezit kufitar në Karaçev, nga njësia e brigadës 63 të parashutistëve të Serbisë, përmes stërvitjeve me helikopter H-145M dhe kërcënimeve me parashut, disa metra larg kufirit me Republikën e Kosovës, përbën një shfaqje të rrezikshme të agresionit. Kjo shfaqje bëhet edhe më alarmuese kur kujtojmë se e njëjta njësi ka trajnuar dhe mbështetur grupin e kriminalit Milan Radojčić, të cilët realizuan sulmin agresor e terrorist në fshatin Banjës të Zveçanit kur vranë rreshterin policor afrim Bunjakun, heroin e Kosovës. Këto lëvizje ushtarake të kombinuara me retorikën nxitëse të presidentit të Serbisë Vučić, se kinse Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm nga një aleancë Kroaci Shqipëri-Kosovë, si dhe blerja e armatimit kinez dhe rus, konfirmojnë se Serbia po përdor ushtrinë si mjet shantazhi për të mbajtur rajonin e Ballkanit në tension të vazhdueshëm. Në një kohë kur siguria globale është tejet e brisht për shkak të agresionit të vazhdueshëm rus në Ukrainë, si dhe tensioneve në rritje në lindjen e mesme me Iranin gjithnjë më agresor ndaj fqinjve, Beogradi po shfrytëzon këtë moment për të sfiduar gatishmërinë e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë dhe në përgjithësi stabilitetin e Ballkanit perëndimor, sipas interesave të Serbisë dhe aleatëve të saj Rusisë dhe Iranit, që duan të kenë trazira, konflikte dhe paqëndrueshmëri gjithandej. Në anën tjetër, duhet të vrejmë dhe që Serbia këtë po e bën nga dëshpërimi i saj. Së pari, tash nuk kanë më struktura ilegale e paralele në Kosovë që të na destabilizojnë e cenojnë së brendshmi, andaj sillen e pështillen rrotull kufirit. Dhe së dyti, Serbia nuk mund ta mbajë më rajonin tonë të Evropës juglindore peng. Ajo ka ngelur e fundit për nga indekset ndërkombëtare të demokracisë, drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit. Të gjithë ne të tjerët e duam bashkimin evropian, kurse ajo është përcaktuar për Federatën Ruse. Me këtë rast, thirrja jonë për shqiptarët në Preshevë, Medvegje, Bujanovac është që të mos bien preje politikave nxitëse, destabilizuese, autokrate dhe shtypse. Institucionet e Kosovës mbeten vigjilente dhe të gatshme për të përballur me çdo kërcënim. Por është koha që komuniteti ndërkombëtar të ndëshkojë këtë qasje destabilizuese të Serbisë, që kërcënon drejt për drejt paqen dhe sigurinë rajonale. Është koha e fundit pra që bota demokratike të dënojë veprimet e tilla të përsëritura të Serbisë dhe të ndërmarrë hap konkret për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve në Preshevë, Medvegje dhe Bujanovac. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, sot në mbledhjen e 5 të qeverisë së Republikës Kosovës në rendite kemi 17 pika. Disa prej tyre paraqesin piknise e të tjerat vazhdime të punëve të mira. Në vejmësi të mbështetjes së qeverisë sonë për luginën e Preshevës, kemi propozimin për mbulimin e pagesës për 37 specializant me vetë financim, të cilët vijnë nga Lugina e po ashtu edhe nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut e Shqipëria. Kjo mbështetje lehtëson barrën, mundson vazhdimin e zhvillimit profesional dhe krijon kushte për përfshirjen e tyre në shërbime shëndetësore. Krahas kësaj kemi edhe propozimin tjetër të Ministrisë së Shëndetësisë për mbulimin e pagesës së 55 specializantëve me vetë financim nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere. Këta profesionistë janë tashmë pjesë e sistemit shëndetësor dhe po kontribuojnë në ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Mbështetja financiare synon të sigurojë vazhdimsinë e specializimeve të tyre. Për mundësim të punësimit në institucionet publike, si masë afirmative,
e në shërbim të integrimit të komunitetit serb të Kosovës në institucionet e Republikës Kosovës, qeveria e zgjat edhe për 3 muaj mandatin e Komisionit për verifikimin e diplomave të Universitetit të Mitrovicës së Veriut. Duke vlerësuar lartë luftën për liri dhe pavarësi të popullit tonë, për herë të parë, vlerat e luftës shqiptare i kemi vendosur në emërtimin e një ministrie, të cilën sot do t'ja kalojmë një zyrë të nënsishme. Bartja e zyrës për çështjet e kategorive dale nga lufta UÇK-s në kuadër të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e luftës shqiptare synon forcimin e përkujdesjes institucionale dhe koordinim më të drejtë për drejtë të politikave për kategoritë e dala nga lufta shqiptare. Në përputhje me nenin 17 të ligjit për statusin dhe të drejtet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile dhe familjeve të tyre, kjo zyrë bashkërendon aktivitetet për këto kategori, mban regjistrin qendror për dëshmorët, invalidët, veteranët dhe viktimat civile të luftës, lëshon vërtetime zyrtare mbi bazën e këtij regjistri dhe ofron mbështetje administrative e financiare për Komisionin Qeveritar përkatës.